për shëndetje miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Thea Tarot. Sot do të shikojmë energjinë e përgjithshme të tarotëve, të fokusuar te dashuria. Dhe për lexime personale më kontaktoni në Instagram Thea Tarot 2025. Ç'na thon tarot për dashurinë, për dy të dashuruar, për ditën e sotme. Ne kemi një lajm i papritur, i befasishëm do të vi në jetën tuaj. Ky pëllumb i paqes, në këtë kupë të argjend, do të sjellë një lajm të papritur, një lajm transformimi tek pjesa e dashurisë. Ju do të filloni një kapitull të ri nga zero. Do lini pas çmendurit, budallallëqet, gjërat jo të mira që keni pas në jetën tuaj, dhe në nërezet e këtij dielli, ju do të ecni të ndriçuar në çdo moment me këmbë në tokë. Dhe se ndonjëherë sot jeni lënduar, keni marrë lëndime, ju përsëritot jeni person që në falni dhe duke falur dhe duke u fokusuar te bollëku, ju shëroni çdo plagë të shpirtit tuaj. Ashtu si punoni, ashtu do ju burojnë monedat në çdo anë. Jeni një person i cili keni dritën e universit në çakrën e kokës, që ju ndriçon gjithmonë në rrugën tuaj drejt bollokut. Jo vetëm financiar, por dhe drejt bollokut shpirtëror. Dhe se jeni pak të rrethuar nga njerëz jo fort të mirë, njerëz pak me shpirt të vogël, pak me ato fjalët jo të mira, ju dini të rregulloni dhe të sistemoni pjesën e jetës tuaj. Sepse thot, gjithmonë mendoni si ta ndryshoni jetën tuaj, dhe këtë e bëni me anë të udhëtimeve, ju udhëtoni shpeshherë, dhe këto udhëtime i keni udhëtime lumturie. Pra, ju udhëtoni për të ndjerë brenda vetes tuaj të qetë, të lumtur, për të vajtur tek pjesa tjetër që keni në anën tjetër të universit, në anën tjetër të vendit ku ju jetoni. Keni treshin e shkopimve. Treshi i shkopimve tregon që ju jeni një njeri shumë i mbushur me bollok, keni biznesin tuaj, dhe gjithmonë jeni në pritje të këtyre anijeve tuaja që të mbushen gjithmonë me bollok. Princeshën tuaj, këtë perëndesh të bukurisë, ju e shikoni gjithmonë në sy tuaj, kjo është gjithmonë një femër e arritur në të gjitha aspektet e jetës së saj. Kjo me dritën e universit në dorë, gjithmonë shkëlqen, ndrin në këtë oazë të mrekullueshëm. Është një femër që i përmbush të gjitha ato cilësitë e një femre të përkryer. Gjithmonë në pjesën e dashurisë, ju dhe kur mërziteni, ose kur keni në një trishtim, u afrohet kjo kupë e dashurisë, kjo kupë e mbushur gjithmonë me mjalt, dhe ju thot, mos u mërzisni, sepse unë kam këtë mjaltin tim për t'ju hequr atë i dërimin, atë trishtimin, dhe ju e pranoni gjithmonë kupën me mjalt me shumë dashuri nga femra juaj. Sepse te kjo femër ju gjithmonë shikoni një femër ideale, një mbretëresh të shkopimve që fal dashuri pa asnjë lloj kushti, pa kompromis dhe pa interes. Dhe kjo ka bërë që gjithmonë në jetën tuaj, me bisedimet që bëni për një jetë më të mirë, juve i realizohet dëshira dhe ëndra juaj në ditët në vazhdim. Kjo ishte energjia e përgjithshme e tarotëve për sa i përket dashurisë. Faleminderit miqtë e mi.